Horoskopi ditor e diel 25 maj 2025. Dashi. Pjesa më e madhe të dashuruarve do kalojnë një ditë të qetë dhe pa probleme sot. Nëse nga ana tjetër keni pasur debate të forta, nuk është mirë të mbani me forcë dikë pas vetes. Beqarët do bëjnë për vete shumë persona dhe më pas do jenë ata që do vendosin kë do mbajnë pranë. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë, duke qenë se ju duhet të shpenzoni së tepërmi. Demi. Çështjet e zemrës do marrin ullën e duhur sot. Do mendoni vetëm si ta bëni atmosferën sa më elektrizuese dhe do i harronin të gjitha problemet që keni pasur. Beqarët do jenë romantik dhe do presin vërtet një princ të kaltër dhe pa defekte. Dëshira nuk do të mund t'ju plotësohet. Për sa i përket financave, duhet të thënë se nuk pritet as problemi më i vogël. Binjakët. Ditë e mrekullueshme kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Do flisni më tepër me atë që keni në krah, nuk do mbani sekrete dhe do argëtoheni pafund së bashku. Beqarët ka shumë gjasa të bien me njëherë në dashuri me dikë që do takojnë. Edhe ai mund t'ju pëlqejë shumë. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë. Megjithatë, ju do ju ndihmojnë të ruani ekuilibrin. Gaforja. Jo për të gjithë çiftet kjo ditë do jetë e njëjtë. Disa do kenë debate dhe mosmarrveshje të forta, ndërsa disa të tjerë do dashurohen plot pasion. Gjithçka do varet nga sjellja juaj kohët e fundit. Beqarët nuk duhet të hedhin hapa të nxituara, por do bëjnë mirë t'ia lënë gjithçka kohës. Në planin financiar, mos u kënaqni me situatën ku ndodheni, por gjeni mundësi për ta përmirësuar atë. Luani. Nuk do keni më besim si më parë tek partneri juaj dhe atmosfera në çift do jetë e turbullt. Tregoni të kujdesshëm, para se të flisni nëse nuk doni që t'i përkeqësoni gjërat. Beqarët mund të fillojnë aventura kalimtare, të cilat do ju sjellin emocione momentale, por më pas do i lëndojnë. Në planin financiar nuk priten probleme serioze, megjithatë tregoni të matur. Virgjeresha. Ndikimi i madh i yjeve do sjellë përmirësime të mëdha sot në jetën tuaj në çift. Do kuptoheni mjaft mirë me personin që keni në krah dhe do filloni të mendoni edhe për të ardhmen. Beqarët të paktën për një herë të vetme duhet të bëjnë atë që ju thot zemra. Shpenzimet do jenë shumë të mëdha sot, prandaj edhe financat do kenë goxha vështirësi. Peshorja. Jeta juaj në çift do jetë e mbushur me surpriza sot. Do kaloni momente të paharruara pranë partnerit dhe do e kuptoni që jeni me fat që e keni në krah. Shumë do ju kenë zili. Beqarët duhet të reflektojnë mirë para se të marrin vendime sepse nuk do të ketë më kthim pas. Në planin financiar do jeni më të kujdesshëm se kurrë dhe do rigjeni ekuilibrin. Bravo. Akrepi. Ditë harmonike, emocionuese dhe mrekullueshme, kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ndjeni më mirë se kurrë më parë. Nëse ende jeni beqar, do keni dëshira të çmendura dhe do silleni në një mënyrë as pak korrekte me ata që do pëlqeni. Në planin financiar është momenti i duhur për të bërë investime, të cilat më pas do sjellin dhe mjaft përfitime. Shigjetari. Ndikimi i madh i Venusit në jetën tuaj në çift do sjellë begati, harmoni dhe qëndrueshmëri për ju. Shfrytëzojeni ditën deri në sekondën e fundit dhe nuk do pendoheni. Beqarët duhet të jenë të sigurt se personat që do takojnë ju përshtaten para se të hedhin çdo hap më pas. Financat do kenë një përmirësim të menjëhershëm, fal një shumë të ardhurash që do ju jap një afërm. Britsjapi. Ditë e mrekullueshme kjo e sotmja për të gjithë të dashuruarit. As vetë nuk do e kuptoni se si gjërat do ecin aq mirë, por do duhet të shfrytëzoni çdo moment. Beqarët jo vetëm që do e gjejnë personin ideal, por shumë shpejt do hedhin edhe hapa më të mëdha me të. Neptuni do jetë planeti që do ju ndihmojë me financat. Do jeni shumë të kujdesshëm dhe të matur me shpenzimet. Ujori. Jo çdo gjë do shkojë sipas parashikimeve sot në jetën tuaj në çift. Mund të keni ndonjë debat me partnerin për çështje xhelozie. Mos e teproni nëse nuk doni që ai të lodhet me ju. Beqarëve do ju jepen shumë mundësi për takime dhe do jenë ata që do zgjedhin me këtë do dalin. Në planin financiar do jeni të arsyeshëm dhe nuk do keni vështirësi. Peshqit. Të gjithë çiftet që sapo kanë kaluar një periudhë të vështirë do ndihen më mirë sot. Do tolerojnë më tepër dhe shpesh do hapin rrugë. Beqarët do kalojnë një ditë të këndshme, por nuk do e gjejnë princin e tyre të kaltër. Do ju duhet ende të prisni dhe pak kohë për atë. Në planin financiar do ndërmerrni shumë rreziqe,
për ta stabilizuar situatën dhe do ja arrini qëllimin.